Allahu xhallahu ala na fton që t'jemi bamirës, t'jemi dordhënës, t'jemi bujar. Na fton Allahu xhallahu ala që të braktisim kooperacinë, egoizmin, njësi përse edhe ftoj të gjithë njerëzit. Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min at-tayyibati." O ju që keni besuar, japni nga të mirat, mimma kasabtum, nga ajo që keni fituar. Allah na mëson që të japim nga ajo që kemi fituar, por cila? E fituar mirë dhe e dhënë mirë, e fituar halal dhe e dhënë halal. Shikoni edhe këtu, në thirrje më të veçantë me specifike. Allahu na mëson që të fitojmë me djersën tonë, të fitojmë me mundin tonë, të fitojmë përmes rrugëve të lejuara, përmes punëve të ndershme, të dinjitetshme dhe njerëzore, jo me aktivitete kriminale, jo me aktivitete njerëzore, në dëm të njerëzimit të vendit, e të popullit, jo kështu. Nga se ai që fiton kështu, sadakaja, lëmosha, dhënia e tij nuk është e mirë. Nga se ai që ndërtohet në të keqen nuk mund të jetë e mirë. E mira ndërtohet mbi të mirën dhe e keqja nuk përdhan pas të keqes dhe të dëmshmës. Në mëson Allahu xhallahu që të fitojmë drejt, fitojmë mirë. Prandaj thirrja që të jemi të zellshëm, thirrja që të jemi punëtor, thirrja që të fitojmë me djersën tonë dhe të jemi solidar dhe bujar, a është thirrja që rrezikon popullin dhe vendin? A është thirrja që duhet braktisur? A është thirrja që duhet treguar të shurtë dhe karsi kësaj thirrje? Apo duhet hapur veshët mirë dhe zemrën dhe me zell e sinqeritet të përgjigjemi kësaj thirrje kaq të mirë, kaq njerëzore, kaq të rëndësishme që nga ajo që kemi fituar mirë të japim dhe të ndihmojmë të tjerëve. Madje Allahu xhallahu ala në vazhdim të diku më atje më poshtë Allahu xhallahu ala thotë: mos japni nga e keqja, nga ajo që ju pëlqen, diçka që është jashtë përdorimit, diçka që i ka skaduar afati, diçka që nuk e përdor, diçka që nuk është në përdorim. Mos jap këtë, nga se ty me ta padhon kishe me marrë vetëm symbjullazi, nuk kishe me marrë me vëmendje, nuk kishe me marrë me sy të hapur. Andaj diçka që se merr për veti, diçka që s'pëlqen ty, pse jap dikujt? Domethënë, sa për treguar se po japi, po sa i bën dobi atij që dhënje. Edhe në këtë dimension Allahu xhallahu ala kujdeset që t'jemi të kujdesshëm. Jo vetëm si fitojmë, jo vetëm si japim, po edhe çka po japim. Të japim atë që njerëz u hyjnë në punë, të japim atë që njerëz u duhet të u kryjnë punë, por jo diçka që realisht mund të jetë vetëm një shërbim që në vend që ne ta hudhim në mbeturinë e hudhaj tjetri, që ne i kemi dhënë sadaka, e ajo sadaka ka përfunduar në mbeturinë nga se është e papërdorshme, është e padobishme. Edhe kjo është ajo që Allah na thënë të. Shikoni çfarë elegancë e thirrjes, çfarë elegancë e bujarisë, e fitimit, e dërdhënies dhe e përfitimit në thirrjen e Allahut te barekuhu teala.